Këtu jemi tek zona sauna. Po. Këtu janë 2 jacuzzi, sauna dhe banjo turke. Sa ka marrë procesi i pastrimit, po e shoh edhe akulli. Dhe akulli, po. Akullin e përdorim edhe për ta hedhur te jacuzzi ftohtë, e përdorim edhe për disa makineri që kemi nevojë tek fizioterapia. Kjo prodhon gjithkohën akull. Gjithkohës, non-stop. Kjo e frenon disi, nëse unë fus të brenda. Po, e frenon disi. Po akullin ju e përdorni për? Edhe për disa aparatura lartë, që kemi nevojë për shembull të ftohim artikulacion. Dhe banja turke është banja turke tamam me mermer dhe shok, e gjitha e ngrohur. Po Jacuzzit i gradon ti, e bën me ftohtë ose me të ngrohtë, ne zakonisht i bëjmë një mix mes të dyave. Dhe sauna? Dhe sauna, po. Kemi dhomën e kripës, dhoma e kripës ka benefite jashtëzakonisht mëdha. Po e kam parë që ka shumë. Ka shumë benefite. Përdoret. Sa kohë duhet qëndrosh në dhomën e kripës? Rreth 10 minuta çerekor është mjaftueshëm, dikush mund të rri edhe pak më gjatë, pra vi lexoj një libër diçka. Celulari s'lejohet. Pikar për të relaksuar celulari nuk është ideja më e mirë e relaksit. Ventilohet dhoma, gjithë kripa që ndodhet mure dhe në tokë qarkullon në ajër, dhe gjatë kohës që ti po lexon ose thjesht po relaksohesh, ti dhajrin e kripur bën shumë mirë për problemet respiratore që mund të kesh, po sa veta ju vin zakonisht në ditë? Në kuadrin e terapisë apo në terapisë apo të përgjithshme? Jo, terapisë. Pra llogarit që kemi 12 pacientë, ku secili ka minimalisht, aktualisht që flasim diku te 5-6 pacient, shkojnë diku te 60 dita që hyjnë këtu. Pa llogaritur këtu pjesën që kanë nevojë për palestër, po kur vinë futbollistët e kombëtarës, këtu trajnohen? Kur vinë futbollistët e kombëtarës e kanë gjithë të zonën që të bëra turn në dispozicion. Pra edhe palestrën këtu e bëjnë. Edhe palestrën. Pra kjo është palestra e futbollistëve të kombëtarës. Kjo është palestra ku ata përgatiten, bëjnë nxemjen, bëhen gati për të dalë fush. Do të thonë këtu ndodhe gjitha. Çaj paske edhe çantën. Çfarë është kjo? Pas dhe i gotë që bëjnë dhe të takojmë dhe Po terapistët, varet nga detyrat që kanë, kjo është çanta që fusin akullin dhe ujin e ftohtë. Pra, aktualisht është bosh, po shkon të ta mbushte pikërisht akullin. Edhe del dhe kryen detyrat e vete që ka në kamp aty jashtë. Në pjesën. Ndërkohë, më tej që janë dhe kur janë futbollistët e kombëtarës, kjo është palestra e ekipit kombëtar. Po. Tani aktualisht zona atje është e mbyllur, atje janë dhomat e zhveshjes. Çunat shkojnë ndrohen, bëhen gati, vinë te palestra ose te ata stërviten në 2 fushat anë. Jo, kombëtari A në 99% rasteve stërvitet te fusha me banë natyral. Gjithmonë te fusha këtej. Kjo fusha këtej. Po pra, po domethënë këtu pranë e kam fjalë. Direkt dalin nga dhomat e trajtimit ose nga palestra dalin direkt tek fusha. Pra nga këtej ata dalin direkt në fushë. Kjo është fusha ku stërviten. Fusha ku stërviten. Pra ku dalim edhe ne për shkurt, kemi një derë këtu që dalim direkt në fushë. Ka shumë lojtarë që vinë për shembull, lidhin një kavilje, ngrohin një muskul ose diçka dhe dalin në mënyrë direkte tek fusha. Edhe kjo është pajisje për muskujt? Atëherë ky është një lazer që po bën aktualisht vajza. Lazeri ka shumë funksione, ndër më kryesorë të ulja inflamacionit dhe dhimbjes. Në këtë rast duke qenë që ka qenë një kontraktur tek muskuli, po përdor një program për uljen e kontrakturës. Pra kjo po ndodh. Doktori është Gianluca Stesino ose doktor Stesino. Tu jemi te doktori? Te doktori, po. Kjo është dhoma konsultave, tu gjem doktorin. Doktor Stesino, përshëndetje. Përshëndetje ty. Nuk kam luajtur kur për ekipin kombëtar, por erdha për një konsult. Perfekt. Je në vendin e duhur. Shpresoj që po. Si po kaloni? Gjithçka mirë. Gjithçka është mirë. Pashi keni qenë për shumë vite me ekipin e Torinos, më pas me Juventusin, skuadra të mëdha italiane të futbollit. Kam kaluar 7 vjet në Torino. 4 vjet te Juventusi. 7 vjet në Torino, 4 te Juventusi, me gjithë lojtarët e mëdhenj që ata kanë. Po, me të gjithë lojtarët. Dhe sa kohë keni që punoni me ekipin kombëtar të Shqipërisë? U bën 7 vjet. Kam ardhur me Gianni De Biasi. Me ekipin kombëtar De Biasit. Pra ju keni ardhur me De Biasin. Me De Biasi. Pastaj me Edi Reja dhe tani me trajnerin Silvinho. Domethënë që keni parë dhe zhvillimin, rritjen e ekipit kombëtar shqiptar në vitet e fundit. Zhvillimin e madh. Ju jeni ai që mbikëqyr, viziton të gjithë lojtarët e ekipit kombëtar kur kanë probleme. Kur kanë probleme, të gjithë vinë këtu. Zhvillimi i madh ishte se federata ndërtoi të gjithë të qendrat. A është si të gjitha qendrat e ekipeve të mëdha të futbollit botror?
Është edhe më shumë, sepse për shembull, jo të gjitha ekipet në Serie A dhe Serie B italiane kanë një qendër kaq të bukur. Ekipet e mëdha e kanë, por jo të gjitha ekipet mesatare. Të gjithë po fillojnë të orientohen drejt kësaj lloj strukture, sepse është shumë e lehtë. E kontrollon lojtarin këtu, e kontrollon me fizioterapi, e sheh në fush, sepse e ke këtë mundësi. Sepse gjithçka është afër. Çfarë po ndodh me brojën që është gjithmonë i dëmtuar? E mbajmë këtu për një kohë të gjatë. Sepse në Angli nuk po gjejnë më zgjidhje. Si ndiheni në Shqipëri? Shkëlqyeshëm. Shkëlqyeshëm. Shumë mirë. Keni ardhur për herë të parë 7 vjet më parë, kur ishit me ekipin kombëtar ose e njihit shumë pak vendin. Erdha me Gianni De Biasi në fillim, kështu që ishte hera ime e parë këtu, sepse kam punuar me trajnerin me Torino, dhe kështu u takuam, dhe ai tha, eja që në fillim. Çfarë menduat atëherë? Në Shqipëri, a ju thoshte diçka Shqipëria apo asgjë për momentin? Në fillim, do t'ju them të vërtetën, ishte një përvojë e çuditshme, në kuptimin që nuk e njihja anën mjekësore, nuk e njihja anën e futbollit dhe më bëri menjëherë përshtypje fakti që sapo u bashkova. Më trajtuan menjëherë si pjesëtar të familjes. Në 7 vjet ndryshimi i madh ka qenë vetëm për ekipin kombëtar apo edhe për Shqipërinë? Ka ndryshuar gjithçka. Ka ndryshuar shumë. Plotësisht gjithçka. Po mendoja, herën e parë që erdha këtu, shndrova në një hotel ku mund të shija të gjithë qytetin. Dhe tani ky është hoteli më i ulët që ekziston këtu në 7 vjet. Gjithçka ka ndryshuar. Gjithçka ka ndryshuar. Edhe ne kemi ndryshuar shumë. Lëvizja e futbollit dhe sportit është rritur shumë. Po, madje edhe ekipi kombëtar s'ka qenë ndonjëherë në nivel kaq të lartë, besoj. Sipas mendimit tim, ai që ka ndryshuar shumë është organizimi. Prandaj mendoj se kemi arritur. Them se kemi sepse tani po e konsideroj veten pjesë të gjithë kësaj. Dëgjova që bëni konsulta dhe me njerëz të zakonshëm, pra jo futbollist, përmes rezervimeve. Po, kur vin këtu, sepse ideja është që qendra, aftësia jon për të punuar me lojtarët, duhet të jetë e barabartë me aftësinë me të cilën mund të merremi me njerëz të zakonshëm. Kjo që ideja ime, që këtu e kuptuan menjëherë. Ideja e qendrës lindi nga unë kur isha te Juventusi. Pra edhe kjo është një qendër e hapur. Po, kam qenë drejtor për 3 vjet, kur u hap. Dhe ishte një ide që e kisha gjatë gjithë asaj periudhe. Përvoja që ke me futbollistët, përvoja e dëshirës që ke, përvoja e dëshirës për t'i rikthyer njerëzit, lojtarët, në fushë sa më shpejt të jetë e mundur. Mund ta transferosh atë te njerëzit e zakonshëm që duan të vinë, të cilët duhet të punojnë shpejt, të shërohen, të rikuperohen shpejt dhe të jenë aktiv sa më shpejt të jetë e mundur. Doktor, cili është problemi më i madh që keni parë në ekipin kombëtar me kalimin e kohës? Lëndimet, përgatitja fizike, cili është problemi? Si problem, mund t'ju them se kemi qenë shumë me fat sepse kohët e fundit, në 3-4 vitet e fundit, kemi pasur shumë pak dëmtime. Në Evropian luajtëm një kampionat pa lëndime, dhe në kualifikueset patëm shumë pak. Cilësia e madhe, sipas mendimit tim, është integrimi i pjesës atletike dhe punës me trajnerin, me punën mjekësore. Një harmonizim i gjithë këtyre elementeve. Kjo është, sipas mendimit tim, një strategji fituese për të gjitha ekipet. Dhe këtu ka qenë shumë e suksesshme, veçanërisht sepse është krijuar një strukturë që na lejon të punojmë 100%. A vini shpesh, sa herë në muaj? Unë vi çdo muaj. Çdo muaj? Çdo muaj, 4-5 ditë. Një javë për çdo muaj, edhe sepse kemi filluar një program të dyfishme të rinjt, fizioterapistët, presidentin dhe federatën, një program mjekësor në klinikë, dhe pastaj po zhvillojmë një kurs mjekësie sportive, për të ofruar një diplomë master në mjekësinë sportive, dhe kështu të përmirësojmë cilësinë mesatare të trajtimeve. Faleminderit shumë për intervistën dhe që u takuam. Tani kam frikë se duhet të më bëni një vizitë. Do ta bëjmë vizitën, por vetëm me premtimin se do të vini dhe do të bëni fizioterapi këtu me ne. Absolutisht që po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.